S.Zh është nxënëse e klasës së 8. Ajo vijon mësimin në njërin nga shkollat e komunës së Fushë Kosovës. E që 7 muaj, kjo 13 vjeçare ka vendosur të mbajë edhe shamin. Por kjo nuk e ka penguar atë që të vijojë mësimin, ani pse në Kosovë është një udhëzim administrativ që ndalon mbartjen e shamisë në shkolla. Ju mbulu që 7 muaj, s'm ka pengu kur gjë. Nxënës veç më kanë mirë, prit ma mirë, edhe s'ka pos ndonjë paragjykim. Së fundmi, Gjykata Supreme e ka hedhur poshtë një padi që kërkonte lejimin e bartjes së shamisë islame në shkollat e Kosovës. Kështu, ky vendim i jep të drejtën Ministrisë së Arsimit të vendosë për rregullat e veshjes së nxënësve në shkolla. Vendimi i Supremës po kundërshtohet edhe nga prindi i 13 vjeçares, e cila ka frikën që vajza mund të largohet nga shkolla. Në fillim ka qenë shumë mirë, domethënë u mirëprit në shkollë me mbulesë. As ka pas bullizëm, as nuk ka pas kritika. Çap ju penga, nuk e di çka ju pengon mbulesa. Tash dojna me ditë na pse dhe dojna me ditë dojna me vazhdu kjo në shkollë, sepse është e drejta e saj, na. Duke qenë se vajza e saj është e mitur, në pikër thotë se mbulesa nuk i është impunuar nga askush. Ne nuk impunojnë fëmijën tonë. Unë jam rrit një familje, domethënë muslimane, edhe pa dyshim se kum pas imponim, po pa dyshim se një fëmijë e merr edukatën nga prindja, e merr edhe fenë nga prindi vet. Pastaj unë jam rritur në atë frym, kam rritur edhe fëmijën e mi. Kurse sa i përket çështjes ligjore, sipas avokatit Qendrim Arifi, Supremja me vendimin e saj të fundit e ka vulosur ligjshmërinë e udhëzimit administrativ. Ka dhënë diskrecion Ministrisë së Arsimit të vendosë lidhur me këtë çështje. Por në aspekt legal, çështja ka përfunduar me këtë gjykim të Gjykatës Supreme. Është e padiskutueshme që veprime të tilla nuk janë të kundërlidhshme, respektivisht udhëzimi në fjalë që i ka ato sanksione ose ndalesat nuk është në kundërshtim me ligjin. Që mbulesa të lejohet në shkolla, Arifi thotë se duhet të bëhen ndryshime nga Kuvendi i Kosovës. Pro kjo çështje, nëse ekziston nesër një vullnet, them kështu, nga institucionet, mënyra më e lehtë dhe më e thirrë do të ishte që nëpërmjet ligjit Kuvendi i Kosovës ta ritrajtonte këtë çështje nëse është me interes, por edhe Ministria pas nej me akt nënligjor ta rregulloj. Në shtator të vitit të kaluar, autoritetet e gjimnazit Bedri Pejani në Pej kishin larguar nga procesi mësimor një vajzë me inicialet A.D për shkak të bartjes së shamisë.